jemi shumë larg ndonjë marrëveshje eventuale. Dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Duhet të ketë seancë sonte, duhet të konstituohet kuvendi. Kur vazhdon vendos kryesuesi i seancës. Presidentit propozohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Parti për parti në. LDK-s nuk mështrohet e Republika nuk dorëzohet. Pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen. Pras që të vazhdojmë me gjëna vetme që duhet të bëjmë, që është konstituimi i kuvendit. Nuk ka asnjë arsye që të bëhet konstituimi i kuvendit. Problemi është takime pas takimit. Cilat do të jenë kërkesat e LDK-s? Të konstituohet kuvendi. Edhe presidentin që sot do ketë një thirrje të seancës konstitutive. Duhet të ketë seancë konstitutive, nuk ka nevojë të vonohet me konstituimin e kuvendit, duhet të votohet të kryetari i kuvendit dhe kryesia e kuvendit. LDK-s ka kërkuar, kërkon që të bëhet ose të ketë vanesa të tilla, por tani kjo është përgjegjësi edhe e partisë së parë, e cila qëllon që ka më të vjetrin në seanca të ulur në karrikën e kryesuesit të kuvendit. Po nëse është bërë për taktik negociuese, me ta themi shumë qartë, LDK-s nuk mështrohet e Republika nuk dorëzohet. As nuk mështrohemi, as nuk dorëzohemi. Tani për shkak të atij pas takimit. Ai pishka e negociatat edhe frimen. Po përpiqemi sa më mirë të përfaqësojmë interesat e Kosovës, popullit të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas takimit deklarohem edhe para mediave në kuvendin e Kosovës. Kur të kemi marrëveshje politike, nga ana ime do të mund të keni edhe material për lajme. Takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk janë më lajm. Janë përpjekje normale për të konstituuar sa më të shpejt institucionet e diktaturës 11. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Për LDK balanca institucionale është e domosdoshme dhe përderisa s'ka balancë institucionale, atëherë s'mund të ketë as marrëveshje politike klasike për cilën po themi po përpiqemi tash sa kohë, por nëse qëndrojmë pozicionet e njëjta si të dhjetorit, atëherë përfundimi është i njëjtë siç e kemi pasur deri më tani. Është çështja e presidentit. Pra LDK ka kërkuar që presidentit propozohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, natyrisht që emrat të diskutohen me partnerin tonë, dhe këtë pikë nuk kemi pas dakordancë. Edhe njerë pozicionimi ose oferta e dhjetorit, cilin tashmë e keni qartë, që LDK-ja të merr vetëm jo kryetarin e kuvendit, po zëvendës kryeministrin dhe disa ministri, nuk qëndron, nuk është e mjaftueshme, nuk është e dinjiteshme as për të zgjidhje për krizën për cilën jemi tani. Prandaj s'mund ta trajtojmë me seriozitet, s'mund ta pranojmë si të tillë, nëse doni LDK-n në qeverisë dhe në institucione, atë LDK duhet të jetë e përfaqësuar, po në momente që pajtohet që propozimi të nis nga LDK-ja, atëherë pajtohemi edhe për emra. Flasim e diskutojmë, por nëse s'pajtohemi që propozimi duhet të vijë nga LDK-ja, atëherë çfarë arsye mund t'i japim emra në këtë drejtim? E kërkova zyrtarisht sekretari i LDK-s, kryetari i lëvizjeve vendosje që të bëjë gjithçka që është e mundur që të thras seancën sot, sepse thirrja e seancës varet prej kryesuesit më të vjetër që është nga lëvizja vendosje dhe është vullneti i LVP-s. Pra duhet të ketë seancë sonte, duhet të konstituohet kuvendi i Kosovës sonte, duhet zgjedhet kryetari i kuvendit, duhet zgjedhet kryesia. Edhe njerë po them, ja njohim të drejtën vetvendosjes që ta ketë kryetarin e kuvendit, na lejoni të kemi ne në kryetarët tonë në kuvendin e Kosovës, mos futemi në kriza procedurale tutje, por të përpiqemi që edhe pas konstituimit të kuvendit, gjejmë zgjidhje. Nuk kemi ende marrëveshje politike. Unë jam i bindur që për qëndrueshmëri përpara, që nënkupton edhe evitimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, që padyshim, sikurse ato të mëhershme do të ishin të panevojshme, të paarsyeshme, e që besoj edhe të dëmshme për buxhetin e shtetit dhe për ekonominë e vendit, nuk është e mundur ndryshe përveç se pa marrëveshje për çështjen e zgjedhjes presidentit apo presidentes re. Pra, në kushtet kur ne zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, zgjedhim qeverinë e re të Republikës Kosovës, mirë po, vim sërish tek problemi zgjedhjes së presidentit, kjo është një formulë tashmë e provuar dhe me metodë të njëjtë nuk mund të kemi rezultat tjetër fare. Andaj kjo do të shpjente pashmangshëm drejt shpërndarjes së kuvendit. Marrëveshjen politike nuk e kemi ende, pritjet
janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por tash, natyrisht, që preferenca jone e parë është presidenti konsensual. Por nëse nuk ka president konsensual, edhe nëse vim të presidentit partijak, atëherë është lëvizja vetëvendosje. Parti për parti jena na. Se ne kemi 53 deputet, e 3 tjerë të bashku, PDK 22 deputet, LDK 18 dhe AK 7 gjithsej bën 47. Pra ne 53, ata 47. Ju e dini që unë jam vetëm kryeministër në detyrë, nuk jam kryesues e seancës konstituive, pra seanca konstituive e kuvendit ka nisur dje. Kur vazhdon, vendos kryesuesi i seancës. Unë nuk jam takuar sot me kryesuesin e seancës dhe nuk e kam ndërmend takohem me kryesuesin e seancës, sepse kam shumë punë